Nuk ka kënaqësi gjërsa ne nuk e gjejmë të fundit fare. Dhash Zoti që këto si çështje të mbyllet një herë për gjithmonë, se e thash. A i ka ra fshatit juj me pas dëshmitar në ai gjykim për krimet lufte, në ai gjykim? Fatkeqësisht shumë pak janë dy raste, rasti i Sava Matic nga Rahoveci edhe i fundit dhe i vetmi Gjermëtani i Darko Tasić nga Krusha e Vogël me rastin e kamionit, e që ne kemi protestu aty në Prizren para gjykatës, pasi që ai dënim që u dha ju ul nga 22 vite në 11, atëherë ishte zonja Hajdari, duke Drita Hajdari, nëse s'gaboj. E që normal, pastaj të frustrum nga gjitha ato veprime, mendoj nga i vendimi dhe ne ndoshta si familjar kemi dal nga vetvetja, e që besoj që të gjithë na kuptojnë se fundja shtetit që është formu ta njerëz që punojnë të gjithë me gjithë respektin, me përkulje deri në brez, duhet bëjnë më tepër. Nuk është vetëm privilegj të marrësh një punë, por është përgjegjësi. Edhe nëse arrihet që të bëhet ndarja e asaj atij satisfaksionit personal apo profesional, ata duhet ta kenë parasysh që është një përgjegjësi dhe duhet bëjnë më tepër, edhe mos të merremi vetëm me një shoqat, sepse shoqatat nuk e kanë forcën që të marrin vendime, të bëjnë gjykime. Duhet shteti të bëjë më tepër që mos t'u alej familjeve pas 27 viteve që ta marrin gjykimin vetë në duart tona, se ne kemi thënë shumë herë që nuk jemi për hakmarrje, por jemi për drejtësi, andaj kërkojmë nga shteti, sigurisht se që kemi kërkuar gjithmonë, që të punojnë, të bëhen bashkë, e jo të ndahen